Biblioteka Marin Barleti organizoi edicionin e dytë të çmimit Koliçi, një veprimtari e rëndësishme kulturore që synon të nderojë personalitetet të shuara të letërsisë dhe mendimit shqiptar. Çmimi Koliçi i karrierës ju akordua shkrimtarit dhe studiuesit Gjahid Bushati për kontributin e çmuar në letërsi, publicistik dhe studimet kulturore shqiptare. Të mbash emrin e Ernest Koliçit dhe shkrenari, dua t'ju them që në mes të shkrimtarëve që i kam për shpirt, është dhe Koliçi. Dua të them që është një nga shkrimtarët më modern të letrave shqipe. Suad Arilla u nderua me çmimin Koliçi për autorin e ri, për stilin e tij të veçantë, prozaik dhe qasjen filozofike ndaj temave jetësore. Këtë vit me të vërtetë është një privilegj i jashtëzakonshëm që Biblioteka e Qytetit po mbën mua dhe ndihem shumë i emocionuar, realisht si rrallë herë për sa i përket investimeve të mia në letërsi. Drejtuesja e Bibliotekës Publike Ledia Dushi theksoi rëndësinë që mbart ky çmim për një qytet me traditë si Shkodra. Ky qytet është vetë tradita dhe në një farë mënyrë themeli i krijimit edhe i zhvillimit të letërsisë shqipe. Arsyeja e dytë është sepse letërsia nuk rresht shkrumi prej autor shkodran. Në aktivitet ishin të pranishëm shkrimtar, poet, studiues dhe aktor të teatrit Migjeni.